edhe këta atje, kështu janë të përdorin të flakin rrugë, domethënë. Po diskutohet. Nuk të ta marrin mbrojtje atë. Ka të marrin mbrojtje. Malin. Ço ta marrin mbrojtje. Gjinovë shumë shqiptarë. Po pse ta marrin mbrojtje ata? Shiko këtu. Ore, po si ka mundësi gjë të pasurie të kishte te kështjellë, jo vil, po ishte kështjellë. Ai ishte kështjellë, pa te kështjellën. Ku ishte kështjella e tij është ajo? E një? Po e di. Shiko këtu, dëgjoj këtu, më dëgjojnë çik këtu. Ermal Beqiri, të paktën sipas dokumentacionit, çfarë rrjedh? Ka bler një kështjellë 2.6 milion euro. Po pse mendon se dona ajo 2.6 milion euro? Ajo mund të bëjë edhe një kokër leku, vetëm një. Okej. E di pse? Në Francë janë me mira objekte të tilla që Franca i ka dhënë vetëm që t'i ruaj. Domethënë, mere ndërtoje, domethënë rindërtoje sipas planit që ka pasur, sipas planimetrisë, sipas arkitekturës që ka pasur, dhe pastaj rregullohen nëpërmjet jo taksave vjetore, jo njëri jo tjetër. Domethënë, unë nuk besoj që vlera e saj është ashtu si shton 30 milion euro. Nëse do ishte brenda Parisit apo brenda në një qendre me të vërtet turistike të madhe, atëre çmimi i saj mund të ishte edhe 10 fish edhe 20 fish më i madh. Dakor? Domethënë deri këtu ato që të paktën ato që janë dhënë nga mediat që bëjnë diku te 4.6 apo 5 milion euro nuk janë shumë. Pse them unë nuk janë shumë? Unë të paktën me dijenin time dhe me ato që kam vrojtuar, them që jam i sigur se për ditë nga Shqipëria me dijeni të plot të policisë dhe të doganave transferohen jashtë Shqipërisë, sidomos në Itali, qindra mijëra euro çdo ditë. Nga njerëz që bëjnë si turist, apo si kur janë të sëmur, si kur shkojnë e vinë për të kuruar, e më thetë tash. Qa thua? Qa thua. Dhe kjo është një nga aktivitetet më të rënda kriminale të shteteve europiane kundër Shqipërisë, që nxisin qytetarët shqiptar të transferojnë para të vjedhura, të grabitura, apo të këtyre maskarallaqeve me qeverinë, të transferojnë në vendet e tyre dhe të mbeten të paprekur. Njëkohësisht këta njerëz janë plotësisht të shantazhueshëm, domethënë praktikisht janë spionët më të rrezikshëm kundër vendet të tyre. Kush është më fuqishëm? Ergyll Sagasi apo ky Ermal Beqiri? Po Dhe a do të ketë Ergyll Sagasi të njëjtin fat si Ermal Beqiri? Dëgjoj këtu, këto janë budalliqe kush është më i fuqishëm e kush është më pa i fuqishëm. Jo, dëgjoj ku e kam fjalën. Dëgjoj ku e kam fjalën. Këta janë ai skalioni i dytë i krimit maksimal qeveritar. Dakor? Se pari kush është? Po i pari është Edi Rama me ministrat. Dhe në të njëjtin paralele është Klodian Brau me Altin Dumanin edhe me ata, domethënë spak me gjykatën. Kok me Ramën, ë? Kok, ata kanë njëjtin pushtet, bile rrezik këta të tjerët kanë më shumë pushtet dhe më shumë para se ata. Edhe më shumë para. Ba merr. Çfarë them? Ata qëllimisht nuk bëjnë hetime. Sepse ata e dinë që në çdo sekond që do bëhet një hetim kundër një kolegu të tyre do plasin luftë e madhe midis tyre. Dhe do zbulohen miliarda që ata mbajnë fshehur. Tani unë jo më kot se dje që pardje apo ku ishte dje që mora fjalën aty. Në protestë më pak se 1 minutë më duket ka qenë. Po ju kam thënë atyre. Sepse donja të isha sa më konkret. Nxora këtë shkresën. Ja ku e ke vetë. Më përshëndete mua aty? Nuk thënë edhe për mua? Nuk thash se ti ishe fshehur, thash unë ky frikacaku s'kemi punë me këtë. Atëre unë nxora këtë shkresën, lexoje ti çfarë është kjo shkresa, nga vjen. Me syze tash do të lexoj. Dale aty, nuk ja me syze. Po. KLG. Po, është i qërove sy. KLG, ja. KLG. Shihni larg gjyqësor. Është shkresa 3695 protokoll, domethënë fraksion 1 protokoll. Është nisur datën 15/7, Të lexove ti Koriku. Jo, unë nuk e lexova këtë, lexova emrat e gjyqtarëve. E kupton? Të gjyqtarëve që ti lexoj prap? Ha? Jo. Po ja të lexojmë ti dëgjojmë popullin. Po, jemi. Janë të 11 gjyqtarëve. Aha. Po. Shifna ke dasma. Ha? Atëre
Tu kanë qenë 11 gjyqtarët që atyre. Se mbaroj dasma, kështu protesta e një. Po le të mbaroj. Po si, e çove mikrofonin e mbrapa bu. Ashtu dhe. Jemi Angelo. Atyre. Hajde. Shati. Shati Angelo. Jemi. Atyre. Shati. Këshilli të lartë gjyqësor, Inspektoriati të lartë të drejtësisë, datë 10/7, 10 korrik, korrupsion masiv, shitje vendimesh në shkëmbim të postit dhe pagës më të lartë, dhe emrat, gjyqtarët e më poshtë. Lexoj ti? Arbër Qela, Fuad Verda, Irena Brahimi, Marinela Osmani, Dritan Hasani, Albert Meqa, Ardit Mustafaj, Damiela Goxha, Alma Kolgjoka, Gert Hoxha, Angjelushe Tahiri, 11 gjyqtarë që nuk bëjnë detyrën, s'postojnë datat, rinë me vite pa marrë në shqyrtim çështjet që ju janë shortuar, ose e mbajnë një vit dhe pastaj e lënë gjas me transferohen. Të 11 këta gjyqtarë kanë kaluar nga gjykatat e jurisdiksionit përgjithshëm, në punë 2-3 muajsh kanë kaluar në gjykatën e posaçme, gjë që atyre u jep një fitim neto brenda vitit diku te 30-40 milion lek të thata secilit prej tyre. Të marra kështu së bashku i bie diku te rreth 400 milion lek, dëgjoj mirë, që vetëm këta i marrin shtetit, ja u vjedhin qytetarëve. Shtesë. Sepse këta që ta dishti, janë ata lloj gjyqtarësh që domethënë e shesin vendimin. Tro çfarë? Dritan Hasani ka dhënë një vendim aty dhe direkt sapo ka dhënë vendimin ka kaluar në gjykatën e posaçme, ku ai tash quhet i paprekshëm, se goxha çune ka vajtur në gjykatën e posaçme, se njerëzit e konceptojnë kështu, ore për çka ka vajtur ti? U ngrin detyrë se ishte goxha burr. Tani, ajo vetëm aq, po një tjetër gjyqtare ka braktisur dosjen, ose të paktën ata gënjejnë, e kupton? Sepse dosjen rezulton ta ketë braktisur në sekondën që duhet të merrte vendim. E kupton? Dhe ajo e kishte marrë një herë këtë vendim. Domethënë, thjesht korrupsioni në Shqipëri është i kudo ndodhur dhe rreziku maksimal i këtij korrupsioni janë ata vetë. Çfarë thanë ata në protestë ose? Ata në protestë një pjesë e mirë e tyre duar trokitën, një dyshim njihnin më dhanë dhe dorën, dhe pash që ishte një reagim goxha i mirë. Po përtej kësaj, unë insistoj që atje do të shkoj vazhdimisht.